Atëherë përshëndetje të gjithëve. Në fakt është për të ardhur keq se si Parlamenti i Shqipërisë tashmë është kthyer në një mburoj politike për zvendës kryeministren, por jo vetëm, me ligjin e ri dhe ndryshimet ligjore në kodin e procedurës penale të propozuar tashmë nga kryeministri Rama, i cili në fakt kërkon të bunkerizoj juridikisht dhe të mbroj veten e tij nga çdo lloj hetimi apo procedimi penal, në një kohë kur kjo majorancë të mos harrojmë që për qytetarët vendos burg për parkim dysh, vendos burg për çdo që nuk paguan dot energjinë elektrike, por nga ana tjetër, mesazhi që jep me propozimet ligjore që ka sjellë në parlament është që vjedhja, grabitja ndaj qytetarëve shqiptar mund të vazhdoj, sepse do të krijohet një mburoj politike e cila në fakt jo vetëm cënon reformën në drejtësi, por gjithashtu procesin e integrimit europian të vendit. Dhe në një kohë kur kërkohet mburoj politike për këtë qeveri të korruptuar, e cila do duhet japi llogari për milionat e miliona euro të vjedhura për qytetarët shqiptar, kemi të qartë që për qytetarët sot nuk ka barazi para ligjit. Pasi në qoftë se do të kishte barazi para ligjit, nuk do të kishin ardhur këto iniciativa që janë jo vetëm një puç kushtetues dhe një grush shteti, por që japin një mesazh të qartë që ndryshe sillemi me qytetarin dhe ndryshe sillemi me zyrtarin i cili vjedh dhe nuk mban asnjë përgjegjësi. Dhe në momentin që vijnë këto iniciativa në parlament, më lejoni që për qytetarët theksoj sot që në seancë plenare do të diskutohen dy projekt ligje që Partia e Lirisë ka propozuar në interes të qytetarëve. Propozimi i parë që vjen dhe që diskutohet sot në seancë është propozimi për ulur koston e jetesës, një nga problemet më madhore të çdo familje shqiptare, që tatohemi sot që flasim 20% tatim mbi vlerën e shtuar TVSH për bukën, për qumshin, për vajin, mielin dhe çdo gjë tjetër. Dhe nga ana tjetër propozimi i Partisë së Lirisë është që këtë 20% ta çojnë të paktën 5%, pra 5% TVSH, tatim mbi vlerën e shtuar, dhe nuk po flasim për një iniciativë luksi, por për mbijetesë. Më lejoni t'ju referohem vetëm rajonit, Maqedonia e Veriut e ka 5% TVSH për produktet e shportës, Kosova e ka 8%, Malizi 7%, ndërkohë që vendet Bashkimit Evropian, Italia, fqinje së fundmi ka marrë një iniciativë për ta çuar 4% TVSH për shportën dhe Greqia 6% TVSH për shportën. Është një iniciativë e cila ndikon drejt për drejt në koston e jetesës. Mos harrojmë që 40% e gjithë buxhetit familjar shkon vetëm për ushqime për familjet shqiptare dhe ne paguajmë sot 50% më shtrenjtë se qytetarët e Bashkimit Evropian, ndërkohë që pagat nuk rriten, ndërkohë që mundësia financiare e familjeve shqiptare është në krizë të thellë. Dhe nga ana tjetër, një projekt ligj tjetër që kemi depozituar dhe që diskutohet sot në parlament është pikërisht për sigurinë ushqimore. Është një kërkesë e progres raportit të fundit të Bashkimit Evropian, i cili kërkon përputhjen e legjislacionit shqiptar me atë të Bashkimit Evropian. Më lejoni t'ju jap që në 2 vitet e fundit rastet alarmante të produkteve të refuzuara nga Kroacia, të specave shqiptar, të mandarinave të kontaminuara, të refuzuara nga Bashkimi Evropian, kontaminimi i luleshtrydheve me pesticide të ndaluara, apo evidentimi në tregun shqiptar i peshkut të infektuar me parazit, kontaminimi i mishit të derrit me salmonel, apo blokimi i pjeshkëve shqiptare nga Kroacia. Pra kemi 10 raste të cilat jo vetëm që janë refuzuar nga Bashkimi Evropian, por që kanë përfunduar në tryezat e shqiptarëve. Propozimi i Partisë Lirisë është pikërisht për të detyruar qoftë laboratorët publik, qoftë laboratorët privat, të cilët duhet jenë të akredituar, të zhvillojnë pikërisht analizat analitike në mënyrë që të kemi një kontroll shumë më të madh të produkteve shqiptare, të cilat me këtë situatë që jemi sot, sepse kemi akte normative mbas 2017-s, të cilat
kanë hequr detyrimin për analizë analitike të detyrueshme, pra ta rivendosim këtë mekanizëm i cili të shërbej jo vetëm ndaj prodhimit vendas, por absolutisht sepse ky ndalim që është bërë i produkteve shqiptare ka ndikuar jo vetëm në ekonominë e buqërve apo fermave, por nga ana tjetër ka dëmtuar imazhin dhe besueshmërinë e produkteve tona në arenën ndërkombëtare. Unë uroj shumë që ky parlament, përveç ligjeve me porosi që kanë ardhur për dobi të klientëve të qeverisë dhe absurdi më i madh është që kemi parajsa fiskale si Durana ku kemi 0 taksa për klientët e qeverisë, por ndërkohë taksojmë qumshin, taksojmë bukën, taksojmë vajin, mielin dhe çdo gjë tjetër për qytetarët shqiptar dhe nuk kemi asnjë mas. Siguria ushqimore nuk është thjesht një detyrim që ne kemi për Bashkimin Evropian, por një detyrim që ja kemi qytetarëve shqiptar dhe uroj që këto iniciativa të diskutohen dhe të miratohen, megjithse kjo maxhorancë ka treguar në komisionet që ka kaluar këto ligje në këtë javë që i ka rrëzuar. Unë mendoj që ky parlament do duhet flasi për qytetarët dhe kjo është një mundësi e mirë që të bëjmë 2 ligje të cilat janë në mënyrë të drejtë për drejtë për koston e jetesës dhe për sigurinë ushqimore. Faleminderit.